Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Elisa, jam 23 vjeçe, edhe do ju tregoj çik jetën time në anë të YouTube-it, kështu që mos harroni të bëni subscribe edhe të shikoni videot e radhës. Këto momente do bëjmë vlogët e javës, kështu që nisim ditën e parë. Dritë e diellit, vetëm që është shumë ftohtë. Jemi vërtet në auto. Tregojmë outfitin. Kam veshur një bluzë të zezë me xhinkset e zeza dhe atletet të bardha, edhe këtë xhaketën bashkë me shallin. Nuk duket shumë mirë, po nuk kam çfarë të bëj se duhet të nisesha me patjetër në shtëpi se jam çik me vonesë për punë. Goca tani e kam pauzën, ora është 12:30. Do qetësojmë çik se patëm vërtet shumë punë, shumë njerëz. Edhe me thënë vërtetën jam çik kështu, domethënë më marrë mendsh. Por nëse është vetëm fillimi i ditës, unë fillova vetëm 11. Edhe është akoma gjithë dita para. Kështu që motivim dhe forca. Përshëndetje në dita tjetër, më falni shumë se ditën e parë ndodhi çik e papritur. Më dolën ca gjëra për të bërë, domethënë në fund të ditës, edhe nuk e bëra dot as prezantimin, as nuk e mbylla dot ditën. Jam Elisa Locatelli, jam 23 vjeçe, jetoj në Francë, jam franceze e lindur këtu. Edhe kam origjinë shqiptare dhe italiane. Mamin e kam shqiptare dhe në anë e babit jam çik italiane. Aktualisht punoj te një klinik si sekretare, por për pak do jem çik më shumë se një sekretare, shpresojmë do ju them më vonë. Edhe jam edhe studente në ekonomi menaxhim pak a shumë, përkthehet. Kam nisur YouTube-in më para po në anglisht, edhe e kam lënë, por tani që domethënë jam çik më rehat në jetën time, kam çik më pak gjëra për të bërë, besoj se do vazhdojmë vlogët edhe shpresoj t'ju kënaqin. E gjeta vendin, po më duket se ka shumë zhurmë, nuk e di mi gjoni apo jo. Do t'ju tregoj çik. Prap duhet i shumë larg. Atëre kam vesh një kështu pullover leshi se kisha shumë ftohtë sot. Pantallona gri vintage. Ato atlete që kisha dje, këtë xhaketën që kisha dje dhe shallin. Si që thash, isha te mami dhe nuk isha marrë robat e mia se ishte e papritur të rija te mami. Edhe prandaj domethënë u vesha që keq se s'kisha rroba. E kështu po përtoj shumë për këtë ditë, por jemi vetëm të martën. Edhe sa u rikthyeva nga pushimet, kështu që nuk kam excuse. Po ju tregoj çik, kjo është klinika ku punoj unë. Quhet Klinik Beldon. Ja në çfarë gjendje jam në orën 6. Mbaroj për 30 minuta. Jam e kaputur komplet. Ki shumë njerëz. Më duan vete. Përshëndetje nga dita tjetër. Sot jemi veshur çik më holl se nuk do bëj shumë ftohtë, por prap me të zeza. Atëherë kam vesh një top të zi me vija të bardha, pantallona të zeza, atletet e bardha, xhaketën e zezë edhe shallin. Klinika po bëhet gati sepse jemi muajin tetor, edhe muaji tetor siç e dini është muaji roz për kancerin e gjirit.
Edhe kanë filluar domethënë këto fletat me rozë dhe do kemi disa gjëra domethënë që na fillimi tetorit për shoqatët e kancerit të gjirit që të marrin sa më shumë lek, që të kenë sa më shumë lek për researchet edhe për si ta them, për domethënë mirëmbajtjen e shoqatës. Sot ka qenë një çmenduri, nuk di çfarë të them. Mbarojmë në 6:30. Normalisht mbyllim grillat dhe këto në orën 6:15 edhe tani mbyllëm e 9:25. Uçova do të bëj pilatet, pastaj do pisha, edhe inshallah kam kohë dhe jam në vonesë. Which outfit? Dukem shumë në largë, shumë shion. Kur filmon për YouTube është shumë keq kjo gjë, ma ta themi. Atëre kam vesh sambat, nuk I keni para asnjëherë, më duket se nuk I kam vesh te ky vlogu. Për normon atë zeza që kisha dje, një pullover blu si xhaketa, Ralph Lauren, edhe këtë xhaketën Levi's. Që t'jemi në ngjyra. Sot jam çik më sportive, do ju marr me vete. Sepse do vemi në qendër, kemi çik kohë. Shpresoj se dëgjohem. Do zgjedhim një palë ëksa për dimër, sepse jam tip që kam shumë ftohtë dhe më duhet me patjetër një palë si ëksa që domethënë më mbajnë këmbën ngrohtë. Më falni, jam e detyruar të bëj një update. Më duket se nuk do kemi kohë të vemi në qendër se është një fucking manifestation. Në punë të paktën nuk erdhe me vonesë. Shqyr. Nuk blem gjë, por nuk kemi me vonesë. Tani do nis punën. Na fali, nuk lejohet dot të filmoj. Është ka shumë gjëra konfidenciale. Kështu që takohemi pastaj. Unë që fjongën. Me që thejmë në tetor edhe në tetor është preventimin e kancerit të gjirit. Duhet të mbajmë gjithë muajin fjongon roz për sensibilizim për pacientët që vinë edhe për njerëzit që domethënë vinë te klinika edhe që shikojnë. Për pak do kemi ca stande që do vinë, siç ju kisha shpjeguar dje, më duket se është herës tjetër. Kështu që edhe këtë parë do ja filmoj. Po që ja një e re të Oktobrit Roz. Po kthehem në shtëpi tani. Mbaroj dita, sot ishte më chill. Edhe tani çfarë do bëj? Do hap bukë, do shtrihem, do shkoj në një film, edhe do ri për qef. Pastaj nesër e premte, edhe erdhi weekendi, shqyr zotit, që të çplodhemi çik.
përshëndetje nga dita tjetër. Sot jemi e premte, jam shumë e lumtur se pastaj jemi 2 ditë pushim. Edhe domethënë jam e kënaqur se mbajta xhirimet të javës. Do vazhdojmë dhe të shtunë dhe diel. Edhe do filloj t'i montoj avash, oh my god. Tash bëra telefoni. Si që shikoni është që vështirë sepse nuk kam një vend ku ta çoj telefoni, prandaj jam çik në këto vendet atipike, por do mundohem ta perfeksionoj se edhe ring lighti im është këtu te puna edhe harova ta merja prapë në shtëpi. Po nejse, do vi kohë që do bëjmë gjëra akoma më interesante, kështu që bëni subscribe edhe na ndiqni për aventurat. Sa kërkojmë gjërat interesante për të bërë, na vinë në sekond. Nuk e di si ndodhi kjo. Sa shkela në punë, pash përgjegjësen, më dha një flet, duhet vetet e kjo qendër komerciale, që të marrim ca çanta, sepse për tetorin pink, domethënë për smundjen e kancerit të gjirit, kanë bërë me komercialet një lojë. Edhe kush do fitoj lojën, do fitoj një tote bag. Edhe unë tani duhet vetë andej që të marr gjitha tote bag. Edhe të jap këtë fletën. Kështu që një mision i ri, një gjë e re, një gjë pozitive. Kjo është qendra komerciale, quhet Nerpik. Është mu këtu përballë klinikës time ku punoj. Le ta gjej unë tani ku është akej. Qendra dhe duhet të gjej akejin. Ku që nga kjo akej për shirni, sot s'po shoh gjë. Mbaj kështu. Je viens de la part de ma responsable à King Belden. C'est par rapport du coup au tote bag. Oui, bien sûr, pas de souci. Vous avez un stylo? Merci. Là, c'est pas une association. Objet, mais quoi? Le tote bag c'était 10, hein, 5. Et hop. C'est tout. Super. C'est tout. J'ai vraiment besoin. Ok, moi je vais me prendre. Ok, bien sûr, je vais dire dans la liste. Atëre vajta I mora tote bagët. Thash se do ishte një gjë roz për Oktobrin roz, po që nga një bertalet për këtë malin që ju tregova tani. Ça change la belle donne. Domethënë ndryshon s'di si t'ja u them, se besoj fare se ekziston në Shqip. Këto janë çanta që do fitohen në 10 persona që bëjnë domethënë këtë lojën. Tamam çfarë është loja nuk e mora vesh, po tani do të nxitoj të iki se u bën 10 minuta. Ika. Takojmë prapë, sot kishim reunion. Folëm çik për shifrin, se ne jemi klinik, kemi ca shitje dhomash për të bërë edhe duhet të kalojmë një shifër ekstra. Edhe tani mbaruam, bëjmë çik pauzën. Unë tani po vete te katet që t'i jap doset që janë të bërë për të hënën. E kështu. Fais-nous un pas de danse, gars. Fais un pas de danse. La danse de la facture. Fundit ditës sa mbarova, nuk e keni iden sa kam qeshur. Kjo ishte e premte e fundit që isha me këtë kolegen që pat videot më përpara. Edhe u mekëm, sinqerisht. Është lot ajo. Tani mbarova, domethënë do iki në shtëpi. Edhe nesër do ju marr me vete se normalisht do dalim. Për
Përshëndetje nga dita tjetër, shpresoj se jeni mirë. Jemi të shtunën, është ora 2:30. U zgjova qik vonë, pastaj bëra qik punë të shtëpisë, gatova, ngra qik bukë. Edhe tani do dalim qik në qendër, siç u kisha premtuar. Do vishemi bashk, jam qik si e fryrë, edhe dua të jem rehat. Do mund të vesh këtë outfit qik sportiv, doja ju tregoj. Është shumë i rehatshëm. Edhe kështu që do ikim avash avash, se pastaj na ikën koha. Do vesh këto pantallonat, kështu vëlu, nuk e di si thuhet shqip kjo, me xhaketën e vet. Këto i kisha bler te HM-ja para 3 vitesh më duket. Edhe këtë do me thënë e kam size M, këtë xhaketën, ndërsa pantallonat nga që më kishin pëlqyer shumë kostumi, po s'kishte më, do me thënë, size-ën time. Edhe mora pantallonat L, janë shumë të mëdhaja, lartë, po që poshtë rinë oversize siç më pëlqen. Edhe kështu duket kostumi. Nuk e di çfarë atletë do vesh, besoj se do vesh sambat, se do eci qik, edhe ato të tjera të bardha të më vrasin qik këmbën, se janë qik të rënda. Kështu që do ikja avash. Thëm se nuk di çfarë të bëj me këta flok, më duken gjithmonë të pistë, pavarësisht se i laj, më duket sikur i laj gjithmonë, po asnjëherë nuk rrin bukur. Qofse keni, domethënë, ca tipsa për flokët të shtrira, të rrin bukur, nuk e di, nuk di më çfarë të bëj. Besoj se do e mbaj kapsen, pavarësisht se s'ka asnjë lidhje me veshjen. Pura dhe këto syzet kaf, edhe mas e tani do e shkore qik më mirë, ja si duket outfit. Vesha këto samba, si që thash se do eci qik në këmbë, edhe dua t'jem e qetë, edhe këto i kam më të rehatshme, bashkë me këto kostume. Bie mirë. Është shumë e çuditshme se është shumë vap, po shikoni koha si duket. Sikur do prishe, do viri shi, po ndërkohë është shumë vap. Erdhëm në qendër, nuk e kuptoj si u prish koha me njerë. Shikoni që. Po që, nejse, nuk është këto të shqyr. Tani do bëj një xhiro, para se të takoj qik Marsin. Edhe mos e ham në një gjë kështu shpejt, pavarësisht se bëra drekën, donte të hamte një gjë çik kështu street food. Nuk e di për juve, po tani është bërë qik si shumë e rrezikshme të dalësh në qytet vetëm si vajzë. Nuk e di është kështu në Shqipëri apo jo, po tani këtu është bërë vërtet shumë e vështirë, se ka lloj njerëzish janë shumë të çuditshëm, ka dhe njerëz normal të saktë, po që njerëzimi po bëhet shumë keq. Thash që do prishej kohën, ja filloj shiu pika.
ishin një këtë një gjë, nuk është masën tonë, se po i kam e gjithë, o janë shituar gjitha. Sa dola në dyqani, them të vërtetën përtova shumë. Ishin ca gjëra që më pëlqyen, nuk ishin në një wow, po më pëlqyen, po vetëm se përtoja shumë t'i provoja. Pash për burat kishte gjëra që më interesante, ishin që më të bukra, kështu që mas e rikthehemi me Marsin pastaj për të parë për tutat e tia. Edhe kështu ja tani do ikë të takoj. Dyqani parë që bëm ishte një dyqan të rrobave të përdorura, nuk e di nëse ka në Shqipëri, por besoj se tani duhen parë dhe këto opsionet, se nuk jemi më dollin si që ishim që të blinim një bluzë me 80 euro, duhen vend në këto dyqane. Në këtë dyqan të parë që ju thash unë, kisha gjetur shumë gjëra marka shumë të mira. Edhe te ky dyqan i dytë, prap kam gjetur marka, po kam gjetur edhe gjëra shumë basics, shumë të thjeshta, edhe jo të shtrenjta. Ndërsa kur vetëm në një dyqan normal, edhe një bluzë e bardhë mund të kushtoj 30 euro, është shumë për mendimin tim. Kështu që te ky dyqan i dytë, basics janë shumë merë më pak. Edhe shumë mirë. Ndërsa për këto rrobat marka që janë çik më të mira, vetë edhe në njerë për shumë shikoj, se mund të kenë dhe ca gjëra të mira, ca gjëra të bukura, se për shumë palto, ishin ca palto që ishin maksimum 30 euro. Edhe një markë shumë e mirë, për shumë. I ka tani. Fakti që e lë telefonin në, domethënë, te xhami dhe flas, pavarësisht se janë njerëzit mbrapa meje, është një hap shumë i madh për mua, sepse me thënë të vërtetën kam shumë turp, jam tip që kam turp, edhe nuk pëlqej domethënë të më shikojnë njerëzit ç'a bëj apo kështu. Edhe tani po bëj hapa kështu të papritura, se duhet bëj vërtet video të bukura, t'ju kënaq, edhe them duhet e heq këtë turpin se vallai e kam kot. Do ju tregoj edhe një dyqan tjetër, se këto dyqanet e tjera për shembull Zara e këto e njihni. Po këto domethënë të përdorura edhe nuk besoj t'i njihni aq shumë në Shqipëri. Nuk e di pse e kam këtë përshtypje. Do vemi në një dyqan tani që është në qendër, që është dhe ky domethënë gjëra të përdorura. Edhe një herë kur vajta gjeta një birkin dhe një keli. Ishte dita ime, wow, tash mund t'i me më shkojnë në si. E nejse, pash këto dy çanta, sa më merret goja o zot. Pash këto dy çantat, edhe u habita, them të vërtetën, ere parë që shifja një herë me sytë e mi, edhe bile më lata prekja, po ashtu do ju vë një foto si ishin shumë të bukura. Edhe ja tani do kalojmë para, mase ka në një gjë të lezetshme për t'ju treguar. Këto janë rrugë tipike grenobloaze, edhe këto janë pallate tipike edhe në Paris, quhen pallat Haussmannian. Janë shumë të bukura, janë shumë estetike. Ja ku erdhëm para dyqanit. Shikoni që këtë portofolin Balenciaga. Nuk e ka vënë çmim. 85. Shumë nga një gjë. Syze Dior. Ua, po kjo zonja sa e lezetshme. Varse, Dhe një tuil Hermes. Kjo që është çantë Burberry, 850 euro. Tote bag Dior. Këtë besoj se kam vënë për bukurim shumë këtë libër Hermes. Kjo është marka ku punoja unë, Claudie Pierlot. Nuk besoj se njihet në Shqipëri, por është një markë shumë e mirë. Tara Jarmo nuk e njoh. Një çantë Dior Beauty, shumë cute. Nocel, shumë markë mirë për çantat. Po këto Chanelët. S'më pëlqejnë fare të vërtetën. Sa bëjnë?
Nuk e thot çmimi. Edhe ky Louis Vuittoni, që është i ngrënë komplet, shikoj si ka ikur kjo ngjyra sa i shpikur. 125 për një gjë që është shumë e prishur. Vetëm se është markë. Po nxitoj qik tani se erdhi marsi, edhe po nxitoj për që të takojmë të vendi që caktuar. Besoj se do ham në një gjë. Tash se s'dua të ha kështu së të rritë frukt, po që se ha para me jam të truar të ha dhe unë. Morëm 2 takosa berliner menu. Një menu ishte 11,90 €. Të dyja vajtën 23,80 €. Si ju duken çmimet? Të larta apo jo? Atere, kush do luaj kundra Milanit të dielën? Kundra Napolit luajtën, kundra Juves luajtën apo jo? No. Est-ce une équipe immense ou est-ce une Ah, si équipe je te dis, vôtre? tu fais quoi demain alors que c'est un jour à l'avance, c'est quoi? Est-ce une équipe immense? Nuk është Interi? C'est? Po e thash, më the jo. Non, non, e the apo jo? E thash, Po e më the do the të jo. iki ose s'do të Jo, iki? nuk do miki. Juvja. Bravo. Sa e po që jam. Na vajti porosia. Dhe porosia. Na bëft mirë, shikoni këto takosat janë si në Shqipëri paga shumë. Shikoni qik si jam lagur. Na ka pishiu keq. Sigur jam lë. C'est un truc. C'est pas le cali, c'est. Il y a des codes dynamiques. C'est bien, c'est ça, je t'aime. Përshëndetje nga ditë e fundit të vlogut, jemi të dielën. Është kohë e mirë, kohë për të ndenjë në shtëpi. S'kam bërë ndonjë gjë sot, kam dënjur, kemi bërë drekën, kemi ngrënë bukë, kemi parë ndonjë film, ndonjë ndeshje. Edhe besoj se erdhi koha ta mbyll vlogun e javës. Shpresoj të ju ketë pëlqyer ky vlogu i parë në gjuhën shqipe dhe në përgjithësi. Më thoni në komente nëse doni të shikoni ca gjëra të ndryshme, çfarë doni të shikoni, nëse është një gjë që nuk shkon për zërin, për shumë gjëra si filmoj apo kështu. Mos hezitoni të më shkruani, edhe do ju vë dhe Instagrami këtu nëse doni të më ndiqni dhe në Instagram, se do bëhem sëri, do më thënë do postoj sëri. Edhe kështu, unë them të vërtetë nuk kënaqja duke filmuar videot, kështu që është vetëm fillimi i kësaj familjes në YouTube. Besoj se YouTube është një platformë shumë e mirë për të bërë këto gjëra, më e mirë se këto të tjerat. Kështu që ndihem shumë komode, shpresoj që domethënë ju ketë pëlqyer edhe juve, edhe takohemi të hënën tjetër. Ju puth fort!